Nderuar teleshikues, rikthehemi në ditarin e fundjavës për të vijuar bisedën sërish për Kosovën me një element tepër të rëndësishëm që ka të bëjë me diasporën kosovare, e cila mund të cilësohet këtë herë si kingmakeri apo përcaktuesi fituesit në zgjedhjet parlamentare. Për të komunikuar dhe më shumë mbi diasporën e Kosovës, mbi pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet parlamentare, të cilat për hir të vërtetës kanë filluar që ditën e sotme në konsulatat dhe ambasadat e Kosovës nëpër botë, kam të ftuar në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Lulzim Veliu, përfaqësuesi i Komunitetit Kosovar në Gjermani. Zoti Veliu, kënaqësi që jeni pjesë e ditarit të fundjavës dhe për ta nisur me një pyetje disi konkrete. Ka një perceptim publik që diaspora e Kosovës është në masë mbështetëse e lëvizjes vetvendosje. Është real ky perceptim apo mund themi është një stereotip i krijuar nga proceset e shkuara elektorale? Përshëndetje së pari për ju dhe shikuesit e televizionit tuaj. Pra jemi një ditë para ditës së mbajtjes të zgjedhjeve të rregullta në Kosovë. Zgjedhjet e parakohshme ditë po e thënë dita e rregullt pasi që data 28 është e përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërsa ne si diaspora apo si Morgat e kemi të mundur një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të hedhim votën tonë për selitë ambasadave dhe konsulatave të Republikës së Kosovës. E pjesa tjetër e ka dërguar me post mirë, për herë për dallim nga herët e tjera, kësaj radhe ka qenë një numër shumë i madh i mërgjimtarëve të cilët tani më janë në Kosovë, kanë shkuar për kalimin e festave të fundvitit, e njëkohësisht edhe për të shfrytzuar të drejtën e tyre legjitime për të votuar për parlamentin e ardhshëm, që më shpresë do të kemi krijimin e një qeverie që të kemi për 4 vjet, pra për qeverinë e ardhshme 4 vjeçare, pasi që për fatin tonë të keq të Republikës së Kosovës kemi pasur zgjedhje edhe në shkurt epokë këtij viti, mirë, por nuk është arritur të krijohen institucione, pra pasi që nuk kishte një mungesë të konsenzusit të subjekte politike dhe nuk është arritur të krijohet një koalicion i cili do ta bënte të mundur krijimin e qeverisë së Kosovës. Është krijuar një perceptim se Morgata do të jetë ajo që do të përcaktoj fituesin. Unë mendoj se Morgata shqiptare nga Kosova një përcaktim të tillë e bëri në vitin 2021, kur me një votë plebiscitare e votuan lëvizjen vetvendosje si forca kryesore dhe për herë të parë prej shlirimit të Kosovës kemi pasur një forcë politike që ka arritur të kalojë 50%-shin, duke pasur për bazë që një gjë e tillë është me të vërtetë e vështirë në Kosovë, pasi që Kosova ka 120 vende në parlament, 20 vende janë të rezervuara për komunitetet pakic dhe në pjesën tjetër, pra për 100 vendet të tjera të komunitetit shqiptar votojnë apo luftojnë 5 subjekte politike që zakonisht 4 nga to kanë qenë pjesë e parlamentit, e sipas të gjitha gjasave edhe kësaj here do të kemi një parlament që do të përbëhet nga 4 forca politike shqiptare dhe pastaj edhe komunitetit. Dhe në një konstelacion të tillë është e vështirë për të arritur 50%, 50+1% për të krijuar qeverinë. Unë mendoj se Morgata shqiptare në atë kohë ka përcaktimin se kush do të udhëheq me qeverinë, mirë, po kësaj radhe e shoh pak më ndryshe, pasi që pas vitit 2021 subjektet e tjera politike si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës kanë intensifikuar aktivitetin e tyre me degët dhe nëndegët e tyre që kanë në vende të ndryshme të Evropës dhe kanë kthyer një pjesë të mirë të elektoratit. Biles, me thënë të drejtën, në zgjedhjet e kaluara vendore, pra në zgjedhjet komunale për kryetar komunash, sipas një rezultati që kemi parë, doli që Lidhja Demokratike ka marrë një numër të konsiderueshëm të votës së Morgatës. Kësaj radhe flitet se në Kosovë kanë udhëtuar parafërsisht 300.000 bashkëdhëtar, të cilët do të jenë pjesë e votimit në Kosovë. Mirë, po nga këta 300.000, unë mendoj se do të jenë të ndarë proporcionalisht ashtu si në Kosovë edhe në për subjektet e tjera politike. Mos harrojmë se të gjithë vim nga Kosova, të gjithë kemi një familje në Kosovë, të gjitha ato familje janë të ndara dhe të pozicionuara në kampet e tyre partijake dhe nëse mund të ndërpres, të bëj një pyetje për të qartësuar dhe opinionin publik.
sot votohet në të gjitha konsulatat dhe ambasadat e Republikës Kosovës në botë, pra në çdo ambasadë do të jetë, mund të themi, një kuti votimi ku shprehin vullnetin qytetarëve të Kosovës? Po pra, për votimin me post dhe direkt në konsulata dhe ambasada janë të regjistruar 72.000 bashkëabëtarë tanë që jetojnë në... Për të avijuar, ndjes, për të avijuar pyetjen. 19.000 Për në ambasadën e Kosovës në Tiranë, ka të regjistruar pasi kam rajon gjendet pra të ambasadës së Kosovës në Tiranë dhe praktikisht po shohim që dera është mbyllur, nuk është e hapur. Po nuk e besoj, po me siguri me që është dera e mbyllur, atëherë nuk ka votim, unë desha të shtoj edhe këtë se sot votohet në 28 seli diplomatike të Kosovës në gjithë botën. Pra bëhet fjalë për në 28 vende të ndryshme, në ato 28 vende të ndryshme do të hedhin votën 17.000 e pak disa qindra të tjerë, ndërsa pjesa tjetër votën e tyre e kanë dërguar me post, qoftë në konsulat, qoftë edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor në Kosovë. Ndërsa përveç këtyre flitet se 300.000 të tjerë janë kthyer në Kosovë dhe tani janë në Kosovë pra për festat e fundvitit dhe njëkohësisht edhe për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Flasim për numrat të cilët sigurisht janë vendimtar në përcaktimin e një shumice parlamentare, në formimin e një shumice parlamentare në Kuvendin e Kosovës. 300.000 persona që në mos të gjithë një pjesë e konsiderueshme pritet i drejtohet kutive të votimit nesër dhe një numër gjithashtu i lartë ka votuar me postë dhe janë edhe që përmendu 17.000 të regjistruar në për konsulatet apo ambasadat e Kosovës. Dhe dua të dalë sërish ke njëjta pyetje. Këto persona, sa vendimtar mund të jenë për të formuar, mund të themi, shumicën parlamentare ditën e hënë, pra ditën e hënë të kemi një shumicë konsoliduar parlamentare? Po, tani ne mund të paragjykojmë si të dojmë mirë, po në bazë të asaj që është diskutuar, që është thënë, që është parë në tavimet elektorale, që kësaj radhe kanë qenë shumë të zbehta nga zgjedhjet e kaluara, për shkak se ndoshta qytetarët e Kosovës edhe tani më janë të mërzitur nga zgjedhjet e njëpasnishme, pra në vitin 2025 për herë të 4 qytetarët e Kosovës ju drejtohen kutive të votimit, dhe kjo është e lëndshme, është e tepër për qytetarët, pasi që praktikat janë e tregojnë të kundërtën, pra votohet një herë në 4 vite. Në 4 vite e jo brenda një viti për zgjedhje parlamentare. Unë mendoj se edhe numri i pjesëmarrësve në votim do të jetë më i vogël se në zgjedhjet e shkurtit. Por sido që të jetë, unë nuk e besoj se vota e Mërgatës do të bëjë ndryshimin e madh siç e bëri në vitin 2021. Pasi që siç e thash edhe më herët, Mërgata shqiptare është e ndarë edhe në subjektet politike. Ndoshta jo në 100% si qëndron në Kosovë, por në qoftë se në zgjedhjet e kaluara 80% nga Mërgata ka marrur lëvizja vetëvendosje, kësaj here ndoshta mund të merr 55%, por jo më tepër. Çka do të thotë se nga 300.000 që janë në Kosovë, është një pjesë e madhe atyre njerëzve që ndoshta asnjëherë nuk ju kanë drejtuar kutive të votimit në Gjermani, në vendet e tyre ku janë si mërgjimtar, mirë po tani i jepet mundësia dhe ata do të shkojnë me familjarët e tyre për të votuar, e kjo vot nuk garantohet se do të jetë për lëvizjen vetëvendosje apo për cilin do subjekt politik atje në Kosovë. Pra në këtë mënyrë e mendoj se vota e diasporës do të jetë e shpërndarë për të gjitha subjektet politike që janë në Kosovë. Her pas here ndizet një debat, mbase jo në terma 100% zyrtar, ku thuhet që diaspora nuk duhet të vendosë për fatet atyre që paguajnë taksat në Kosovë. Si përgjigjen ju këtij skepticizmi që her pas here ngrihet? Për vërtetë është ngritur edhe në Shqipëri e njëjta retorik, i njëjti diskutim, ku gjithashtu për diasporën shqiptare ka pasur gjithashtu kritika pse duhet vendosin sa kohë nuk jetojnë në Shqipëri fizikisht. Por mendoj se Mërgata si në Kosovë ashtu në Shqipëri nuk është ajo që vendos. Ajo është ajo që mund të jap votën e saj, votë e cila do të shpërndahet për subjekte të ndryshme politike dhe si e tillë unë mendoj se është shumë e padrejtë
për bashkëkombësit tanë që jetojnë si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, që të mundohen të na largojnë nga kjo e drejtë kushtetuese, pra e drejta e votës, e drejta e jonë për të përcaktuar për qeverisë, për ata që do të na qeverisin për 4 vitet e fundit, duke pasur përpos se po kthejmë tani në Kosovë, mërgata shqiptare e Kosovës është ajo që mund të them lirisht ka kontribuar më shumë se çdo kush tjetër për në Kosovë si në periudhën e para luftës, në periudhën e luftës e po ashtu edhe në periudhën e pas luftës me remitancat e tyre. Pra, dhe në këtë mënyrë unë e shoh shumë të padrejtë nga ata që kërkojnë të na largojnë nga kjo e drejtë për të votuar. Biles, unë jam i mendimit se atje duhet të krijohet mundësia që mërgata shqiptare t'i ketë vendet e rezervuara në parlamentin e Kosovës, pra të fitoj të drejtën jo vetëm për të votuar, por edhe për të votuar e zgjedhur dhe përfaqësuar komunitetin tonë, që nuk është i pak në numër pra jashtë kufive të Kosovës. Në qoftë se ata një gjë të tillë e mendojnë dhe dëshirojnë në çdo mënyrë na përjashtojnë, ata duhet të mos pranojnë atëherë edhe ndihmat dhe remitancat që shkojnë nga mërgata kudo qoftë që jeton ajo jashtë Kosovës. E drejtë, edhe në Shqipëri një qasë është diaspora kontribon shumë me remitanca në ekonominë e saj dhe për ta vijuar sigurisht diskutimi ke çështja e remitancave. A ka pasur nisë konkrete për t'ia kthyer në një farë forme diasporës të remitancat në projekte apo investime konkrete nga ana e qeverisë dhe a ndjet diaspora e përfaqësuar qoftë në listat e kandidatëve për deputet apo qoftë në qeverinë cila është ende në detyrë? Jo, në asnjë mënyrë, unë nuk e shoh që është e përfaqësuar. Edhe pse në listat e partive politike apo subjekte ndryshme politike në Kosovë kemi disa individ apo kandidatë që vinë nga diaspora, mirë po në momentin që ata janë pjesë e një subjekti politik, unë mendoj se ata nuk përfaqësojnë interesin e diasporës, por i përfaqësojnë interesin e subjektit pjesë e të cilit edhe janë vrarë në listat e të cilat janë futur. Për të përfaqësuar komuniteti shqiptar që jeton jashtë Kosovës, duhet të jenë si përfaqësues të diasporës dhe duhet të jetë listë veçantë e tyre, por jo në të kuadër të subjekteve politike. Se për ndryshe ata do në atë mënyrë përfaqësojnë vetëm interesin e subjektit në të cilin janë rreshtuar. Përmendëm disa herë, e thatë edhe ju që qytetarët e Kosovës ftohen për herë të 4 për të marrë pjesë në një proces elektoral brenda një viti, 2 parlamentar, 1 vendor, balotazhi. Në këndvështrimin tuaj në rast se kriza vijon, palët nuk lëshohen, nuk dalin nga, mund të themi, pozicionet e tyre politike. Sa mund të ndikojnë në pjesëmarrjen e procesit elektoral hipotetikisht nëse do ketë një tjetër të parakohshëm? Jo, unë mendoj se duhet me patjetër pas këtyre zgjedhjeve të arrihet një konsenzus, të krijohet një koalicion, të krijohet një qeveri, biles duhet të krijohet një qeveri e fuqishme, qeveri e cila do të mundësoj edhe zgjedhjen e presidentit që të Kosovës që duhet me patjetër të zgjidhet në pranverën e vitit që vjen. Pra diku në muajin mars është votimi për zgjedhjen e presidentit dhe zgjedhja e presidentit kërkon 80 mandate, pra 2/3 e parlamentit. Dhe një gjë e tillë nuk mund të arrijë asnjëri nga subjektet politike, edhe nëse e arrin 50%. Për të arritur zgjedhjen e presidentit duhen të paktën 2/3. Unë uroj që të kemi krijimin e një koalicioni që do ta mundësonte edhe zgjedhjen e presidentit dhe për të kaluar gjithë ngërxhin politik, të zgjedhjen e qeveri e cila do të udhëheqë me Kosovën për 4 vite të ardhshme, pasi që Kosova ka shumë probleme dhe në qoftë se vazhdojmë në të njëjtin vazhd, ato vetëm sa vinë e grumbullohen. Ne jemi në një proces dialogimi, ne kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare për nënshkruara. Kosova nuk e ka të miratuar buxhetin e vitit 26 dhe në qoftë se një gjë e tillë nuk bëhet deri në fund të shkurtit, Kosova në mars do të jetë në një kolaps ekonomik dhe në qoftë se edhe tani tregohet papërgjegjësi ndaj gjitha këtyre problematikeve, atëherë këta lider duhet të tërhiqen komplet nga skena politike dhe të hapin krahun për njerëz që janë më të vendosur dhe mendojnë më shumë për vendin se për karrigen e tyre të deputetit.
Pse ky 28 orë është më i rëndësishëm se 9 shkurti i kaluar plas proces elektorale i nesërmi dhe ai i shkuari në muajin shkurt për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit? Çfarë rëndësie mbart? Shqiptarët e Kosovës. Unë nuk mendoj se është diçka më e rëndësishme se data e zgjedhjeve. Mund të jetë më e rëndësishme për faktin se kemi kaluar një vit pa institucione dhe tani është momenti kur kërkohet me patjetër të krijohen institucionet për këtë gjë për gjëra të tjera jo, ndërsa sa i përket shmërgatës shqiptare tani momentalisht është në majën e guës se çdo politikani dhe çdo kandidati për deputet, mirë po në momentin që krijohen institucionet ata e harrojnë diasporën dhe nuk e dinë, nuk i bjen ndërmend derisa të vjen vala tjetër e zgjedhjeve. Kështu është për fatin tonë të keq. Pra ky është perceptimi i gjithë atyre në politikë kundrejt mërgatës shqiptare të Kosovës. Ju përmendëm pak më parë çështjen e mund të themi ndasisë politike që ekziston ndërmjet partive, ndërmjet vetëvendosjes, PDK-s, LDK-s, të cilat për gati 10 muaj nuk arritën që të gjenin gjuhën e përbashkët për të formuar një qeveri. Por në anën tjetër kemi parë që lista serbe duket se vijon, mund të themi, e pashqetësuar aktivitetin e saj në komunat veriore të Kosovës, dëshmoj që në zgjedhjet vendore të muajit tetor arriti dhe të rimert ato komunat të cilat mund të themi kishte lënë duke braktisur mandatet të zgjedhurve të tyre. Si e komentoni ju si profesor i diasporës këtë mosmarrveshje ndërmjet partive shqiptare dhe duke lënë pse jo terren të lirë një parti e cila punon kundër shtetit Kosovës? Po jo, ata lista serbe në Kosovë ka 10 vende të rezervuara, lista serbe, komuniteti serb në Kosovë ka 10 vende të rezervuara në kuvendin e Kosovës, nëse edhe vetëm me 200 vota, ata ato vende do t'i marrin sërish. Mirë po, unë mendoj se institucionet tona, subjektet tona politike, në vazhdimsi nuk e kanë kryer obligimin e tyre qytetar ndaj komunitetit serb, sidomos atyre në veri, për shkakun se ata janë në një represion pikërisht nga lista serbe që mund thuhet se është një organizatë terroriste, me gjitha ato veprimet që i ka ndërmarrë deri tani dhe qytetarët serb, qytetarët e ndershëm serb që jetojnë atë pjesë të Kosovës, ata nuk janë rehat dhe nuk ndihen të qetë të votojnë ashtu siç dëshirojnë apo janë të detyruar në shumë masa të ndryshme të votojnë me patjetër listën serbe. Dhe pikërisht është kjo që e bën më të vështirë edhe integrimin e asaj pjese të Kosovës. Unë mendoj se të gjitha qeveritë me radhë është dashur që të punojnë shumë më tepër në atë pjesë, të ofrojnë komunitetin serb, se ka shumë njerëz të atij komuniteti që tani më kanë pranuar realitetin e Kosovës, njohin pavarësinë e Kosovës dhe është dashur që atyre t'ju jepet mbështetje dhe në parlament të mos kemi 9 apo 10 mandate të listës serbe, por të kemi subjekte të ndryshme serbe që përfaqësohen në parlamentin e Kosovës. Kjo do të ishte gjëja më e mirë që do të mundi të bënin subjektet tonë politike me komunitetin serb. Ndërsa hapësirën që ata e kanë, unë e shoh si demokratike, pra që mund ju lejohet i kryejnë veprimet e tyre, gjithçka që është në suazat e ligjit dhe të kushtetutës së Kosovës është në rregull, mirë po në momentin kur ato të i kalohen, duhet të merren masa të ashpra, gjëra që nuk janë bërë në të kaluar, për shembull në rastin kur e Banjskës apo në rastin e aktit terrorist në kanalit të Ibrit, për gjëra të tilla ata duhet të bëjnë më tepër. Diaspora e Kosovës sigurisht është, mund të themi, goxha prezente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ardhur, mund të themi, dhe lajme të cilat mund konsiderohen pozitive për shtetin e Kosovës, si çështja e mbrojtjes së mund të themi territorit Kosovës nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si komentoni ju si përfaqësues i diasporës të zhvillime ndërkombëtare të cilat pas një periudhe ftohje duket se po riafrohet sërish me institucionet e Shtetit Kosovës? Është shumë e vërtet, nuk ka ndodhur diçka e re, është diçka që ka qenë në vazhdimsi. Fakti se marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Shtetit Bashkuara, por edhe partnerëve të tjerë evropian nuk janë në gjendjen më të mirë të mundur. Kemi pasur, siç duket, ftohje të marrëdhënieve
dhe unë uroj që qeveria e ardhshme këtë çështje ta merr me seriozitet dhe të rikthehen marrëdhëniet siç kanë qenë në të kaluarën, pra me Shtetet e Bashkuara, të rikthehet dialogu strategjik të cilin e pezulluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Kosovës, që nuk ishte e rastishme, të tërhiqen masat nga Bashkimi Evropian dhe të kthehemi në atë pozicion që dikur ishte Kosova në arenën ndërkombëtare. Nëse mund të marrë dhe një koment të fundit, heqja e sanksioneve nga ana e Bashkimit Evropian, cilat sigurisht hynë fuqi pas pak ditësh, nuk kanë hyrë ende, por a favorizoi partinë e zotit Kurti ky vendim i Komisionit Evropian dhe a u kapitalizua politikisht nga ana e tij ky zhvillim që erdhi nga Brukseli? Po unë mendoj se momenti kur ai vendim erdhe ishte në kohë fushate dhe ndoshta e ka mbështetur dhe përkrahur zotin Kurti. Mirë, po një gjë duhet thënë se pikërisht në qeverinë Kurti janë vendosur këto masa dhe njëri nga kushtet që është kërkuar nga Kosova, pra kalimi i pozicionit të kryetarëve të komunave të komunitetit serb në te komunitetit të fituesit që dolën nga lista serbe e bëri që ata të marrin një vendim të tillë. Mirë, po duhet ta kujtojmë se në këtë rast janë tërhequr vetëm 50% e atyre masave, ndërsa në tërësi ende nuk është marrë një vendim për tërheqjen totale të masave nga Bashkimi Evropian. Zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe të gjithë analizën tuaj në ditarin e fundjavës në A2 CNN dhe sigurisht duke uruar suksese ju si përfaqësues i diasporës që ditën e nesërme, pse jo, gjithë Kosova të dalë i fituar nga procesi elektoral. Faleminderit, ishte kënaqësi.